Një prej projekteve më të rëndësishme që po realizohet momentalisht në Vlorë po avancon me ritme të ndjeshme. Lungomare 3, projekti infrastrukturor rrugori i qytetit të Vlorës, pak nga pak po shkon drejt formës së tij finale. Pas asfaltimit të total të segmentit rrugor nga zona e ujit të ftohtë deri në radhim apo orikum, një tjetër pjesë e këtij projekti ka marrë tashmë formë. Loti nga zona e tunelit në ujin e ftohtë deri në përfundim të zonës së Kalas po shkon tashmë drejt fundit ku po plotësohet me elementet e fundit infrastrukturor që e përbëjnë këtë vepër rrugore. Në zonën e Kalas së qytetit është zhvendosur tashmë fronti i punës për realizimin e projektit të Lungomare 3. Në këtë zonë firma e cila po realizon projektin në teren po punon momentalisht në rehabilitimin e hapësirave publike për plazh. Hapësirë publike kjo e cila po rimodelohet ndryshe nga më parë. Ajo po ndahet me struktura betoni, teksa vendet se ku do të vendosen çadrat dhe shezlongët janë mbushur me zhavortëimët. I gjithë bregdeti me sa duket do të ketë një formë të unifikuar, në dukje të njëjtë për gjatë gjithë bregdetit në Lungomare, ku plazhet do të jenë në të njëjtin imazh, identik pa ndryshuar. Gjithashtu një pjesë e punës e cila ka mbetur ende pa u realizuar, është përfundimi i pjesës së vendit ku do të kalojnë biçikletat. Korsia e biçikletave në zonën e Kalas ka qenë një prej punëve të vështira, e cila po shkon tashmë drejt realizimit. Për shkak se rruga është dashur të zgjerohet në gjerësi më të madhe se më parë, duke e përdorur fortifikues ansor në të. Përfundimi i zgjerimit të segmentit rrugor ka bërë që aty të nisë puna për përfundimin edhe të korsisë së biçikletave. Për gjatë gjithë këtij aksi nga zona e tunelit në ujë të ftohtë e deri tek zona e Kalas, ka nisur ndërkohë edhe vendosja e barierave ansore që ndajnë rrugën me korsinë e biçikletave. Aty ka nisur edhe vendosja e ndriçimit të ri rrugor, i cili do të jetë led i teknologjisë së fundit. Pas përfundimit të rehabilitimit total të hapësirave të plazheve, ky front i punës mund të quhet i përfunduar. Brenda javës së ardhshme, punimet pritet të zhvendosen në një tjetër front të punës, duke lënë pas zonën e Kalas së qytetit.